Sedet Kopliku, përshëndetje. Përshëndetje. Pak ditë më parë zgjohet si njëri prej talentëve të vitit 2024 nga gazeta Shkodra Sport. Emocione për ju? Po, emocionet ishin shumë të mëdha, sepse ishte hera e parë që delsha në para një publiku dhe merrsha një çmim. U gëzuat ju, por besoj që gëzua edhe familja juaj. Po, familja u gëzu shumë, e dishin se ky çmim do më jepte shtysa për edhe më të bëja stërvitje edhe më shumë. Sa vite keni që merreni me sportin e atletikës? Me sportin e atletikës kam 6 vite që merrem, që në klasa e 6. Që në klasën e 6 profesor Bruno Rotani me mori në stërvitje. Nisi si fillim si loj, pastaj kalova me profesor Albert Marashin dhe aty u morë edhe më shumë seriozisht. Cili është suksesi më i madh që keni arritur deri tani në garat e zhvilluara? Suksesi më i madh është nën kampion Shqipënie në 400 pengesa me të rriturit. Ndërkohë me moshat jeni pa diskutueshëm në garat tuaja? Po, normal. Cili është gara juaj e preferuar? Gara e preferuar është 400 me pengesa. Një nga garat më të vështira në fakt. Po, ka dhe shumë sakrifica për këtë garë. Pse zgjohet të bëhesh atlet? Kishte ndonjë pasion të veçantë për këtë sport apo thjesht rastësie? Nisi si loj në fillim, sa për hobi e kështu. Pastaj u morë shumë seriozisht dhe mbeta këtu. Shkodra Vllaznia ka pas gjithmonë kampion dhe rekordmen në sportin e atletikës. Kërkon të nxjasoni ndonjërit prej tyre? Po, shpresojmë se po. Sa orë në ditë stërvitet Sedet Kopliku? Po, zakonisht 2 deri në 3 orë. Një motiv më shumë kjo për të shtuar stërvitjen dhe sukseset për të ardhmen? Po, normal që është motiv se sa më shumë stërvitje, aq më mirë do jemi. Çfarë pasionesh të tjera ka Sedet Kopliku? Edhe futbolli më pëlqen shumë, po nuk kemi frikë se dëmtohemi edhe nuk luajmë shumë. Cilët janë synimet për të ardhmen? Synimet, kampion Shqipënie normal dhe të shkojmë dhe në gara jashtë dhe të jemi sa më mirë. Kush gëzohet më tepër në familjen Kopliku kur arrin një rezultat? Më shumë gëzohet babi se e di edhe ai sakrificat që bëj unë dhe mundin që bëj. Ai është tifozi më i zjarrt apo është njeriu që qëndron më afër? Edhe tifozi më i zjarrt, po më afër më qëndrojnë të dy, edhe mami edhe babi. Keni dëshirë të mbeten gjatë në sport apo thjesht kjo është një kohë për kaluar rinin tuaj? Po normal që kam dëshirë të mbetem gjatë në sport. Atletika e Vllaznisë kampione pa diskutueshme për shumë vitesh. Me atë çfarë shikoni çdo ditë në stërvitje me brezin e sportistëve që rriten, mendoni që do të vazhdojnë këto suksese? Besoj se po, duhet të shtohemi edhe pak më shumë me brezin e ri, po besoj se do shtohet prapë. Faleminderit Sedet Kopliku. Faleminderit.